Lexu librin e Elon Musk edhe folë sa vështirë është me ndryshu botën. Tona e nisa me kuptu sa vështirë është me ndryshu vetën. Po njëra për shembull që e merr kjo është në vitin 1946 deri në 1948 i kanë vetë njerëz sa prej tyre dojnë me bleni televizor. 98% kanë thonë jo. Çka po du me thonë me shto, është shumë vështirë me paramendu të ardhmen, është shumë vështirë me paramendu mundësinë që mundesh me ndryshu botën, është shumë vështirë me paramendu që kjo rutinë ka me ndryshu. Tash kur t'ja nis që ta me marë personalisht në nivelin tënd, ose në nivelin me kryu një kompani, ose me pru një produkt në jetë, ose me ndërtu diçka, shumica e njerëzve kanë me thonë jo. Nëse ti pret kurajo për njerëzve që me t'jap kurajo me të thonë bravo birë, mirë e ki, Allah në problem ka më konë. Kështu që çka kisha sugjeruar dhe çka e thotë edhe ai në libër, është që meno shumë mirë çka e tu dash me bo. Meno shumë mirë apo në më duhet që kjo që më ecë përpara. Ai duhet botës që kjo. A mundesh me ofru një shërbim me vlerë. Në momentin që je i bindur për çto, je i bindur me komplet çanjen tënde, ty të vjen vetëm me gjet një njeri. Një njeri që beson në ty. The first follower. Once you get that, s'ke nevojë më shumë support. Tana veç duhesh migro. Se në momentin që ti e në gjendje me bidikon, që me po, çka ti ki po, unë menoj që qaj verzion mundet më prunë që tjetë. Unë menoj që qaj vizion jëtë mundet më bo realitet. Dhym veç një njeri, që me të thonë që nuk je bash i lojt virë. Qaj njeri mundet më konë dostyt, mundet më konë një biznesmen tjetër, mundet më konë dikush që veç ka përjetu njetë, po që kush s'mundet më konë, është një njeri që s'ka kriju njetën e vetë kur gjohiq. Rruju për që aty në njerëzë që ata kur s'kemi bo first follower. Gjeni njeri që ka kriju, edhe bëne që atë njeri jo first support, mund më konë babajt, mund më konë gjyshjet, dajët. Po këshur gjeni njeri që ka kriju, se ata e kuptojnë vizion, ata e kuptojnë tardhmen, edhe ata e kuptojnë që ka duhet për me ndryshu vetën, ose me kriju një kompani, ose me ndërtu një produkt.